Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në edicionin e mesditës, do t'jeni me mua Sali Doçi në ekranin e ABC News për t'u njohur më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme deri në këtë moment të njëshëm. Policia ka nisur procedim penal për deputetin Kleviz Balliu, një nga organizatorët e protestës së djeshme të Partisë Demokratike, ku sërish pati dhunë dhe molotov ndaj policisë. Policia ka arrestuar 18 persona të grupit të zjarrit që hodhi molotovët drejt policëve, ndërsa në total 28 persona janë nën hetim për akte të dhunës. Sekuestrohen 25 molotov të pashpërthyer, 27 celular dhe sende të tjera të kundralishme. Pas dhunës dhe molotovëve që militantët e Partisë Demokratike hodhën në protestën e thirrur nga Berisha të premten, policia ka nisur procedimin për deputetin Kleviz Balliu, një nga organizatorët e protestës dhe personi që kishte firmosur kërkesën për leje drejtuar policisë. Ai po hetohet për veprën penale, organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të palishme. Një ditë më parë, policia e shtetit nuk i dha leje Partisë Demokratike për protestë, nisur nga informacionet për organizim aktesh të dhunshme dhe nga presidentët e protestave të mëparshme me molotov. Ministria e Brendshme u kujtoi organizatorëve përpara protestës se ata do të mbaheshin përgjegjës për çdo akt dhune. Të premten, para fillimit të protestës, persona të maskuar e të fshehur pas çadrave dhe pankartave ju bashkuan turmës me molotovët gati për të hedhur drejt policisë dhe godinave të qeverisë së kuvendit. Një ditë pas protestës, 18 persona nga grupi i zjarrit janë arrestuar, ndërsa 28 të tjerë po procedohen të lirë. Ata akuzohen se kanë hedhur drejt punonjësve të policisë dhe institucioneve molotov dhe sende të forta, kanë kundërshtuar punonjësit e policisë që kishin marrë masa për ruajtjen e institucioneve shtetërore, për garantimin e rendit dhe sigurisë publike dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve përreth territorit ku po kryhej tubimi. Uniformat blu ju kanë sekuestruar personave të ndaluar, 25 molotov të pashpërthyer, 27 celular dhe sende të tjera të kundralishme. Radio ABC News në valët 105 FM të përditësojni me zhvillimet më të fundit në 105 FM. Njëri 25 vjeçar ka mbetur i vrarë në Itali në atë që autoritetet në hetimet e drejtënishme e konsiderojnë një atentat. Identiteti 25 vjeçarit nuk është zbuluar nga mediat italiane, ndërsa sipas autoriteteve atje, ai nuk kishte pasur precedent të mëparshëm penal. Dyshimet kryesore janë se bëhet fjalë për larjet e hesapeve mes bandave të drogës. Një 25 vjeçar shqiptar ka mbetur i vrarë në Itali në atë që sipas autoriteteve atje ka qenë një atentat i mirë organizuar. Trupi pa jetë i 25 vjeçarit shqiptar, identiteti i të cilit nuk është bërë i ditur, është gjetur në provincën e Cunjos pranë qytetit të Torinos, në ambientet e një are pranë automjetit të tij. Grupi hetimor ka deklaruar se i riu ka marrë një plumb në kokë, ndërsa dyshimet paraprake janë se ai është vrarë për larje hesapesh në kuadër të aktivitetit të trafikimit të lëndëve narkotike. Trupi pa jetë i 25 vjeçarit shqiptar u pikas nga një kalimtar pas ditën e të premtes, i cili telefonoi menjëherë policinë. Në vendngjarje mbërritën menjëherë karabinierët e komunës Bra dhe ekspert të kriminalistikës nga radhët e policisë. Sipas autoriteteve italiane, i riu 25 vjeçar nuk kishte pasur asnjëherë precedent penal në këtë shtet. La Repubblica shkruan se të riut shqiptari është bërë autopsia dhe rezultatet e saj pritet të dalin përgjatë kësaj fundjavë. Kryebashkiaku i komunës Bra tha se ndjehej i trishtuar nga ngjarja e rëndë. Kamerat e sigurisë në zonë pritet të ndihmojnë autoritetet të zbulojnë detaje që do të bëjnë të mundur arrestimin e autorit apo autorëve të këtij krimi. Të gjitha fondet e pashpenzuara nga institucionet publike për gjatë vitit të kaluar kanë tejkaluar tashmë tek fondi i pensioneve. Ministria e Financave ka njoftuar se janë 167 milion euro të cilat do të përdoren për të përmirësuar skemën e pensioneve. Qeveria ka premtuar se do ta rishikojë këtë skemë në momentin që do të ketë një përmirësim të deficitit. 167 milion euro janë transferuar në fondin e veçantë të pensioneve që është hapur pranë Bankës së Shqipërisë. Ministria e Financave njofton se të gjitha fondet buxhetore, të cilat nuk arritën të shpenzoheshin nga ministritë dhe institucionet publike për gjatë vitit 2025, tashmë janë transferuar të gjitha në fondin e veçantë të pensioneve. Shuma e depozituar në llogarinë speciale pranë Bankës së Shqipërisë synon që të forcojë stabilitetin financiar të skemës publike të pensioneve, duke ulur deficitin që ka kjo skemë. Transferimi i këtyre fondeve do të përdoret për të përmirësuar sistemin e pensioneve në vend,
Prej kohësh, institucionet kanë njoftuar hartimin e një reforme të re të pensioneve, me qëllim ndërtimin e një sistemi më të drejtë, më të qëndrueshëm dhe më të besueshëm për çdo qytetar. Transferimi i këtyre fondeve buxhetore është kryer në zbatim të aktit normativ, si dhe në përputhje me kuadrin ligjor për menaxhimin e sistemit buxhetor. Ky është një hap konkret në drejtim të forcimit të qëndrueshmërisë financiare të sistemit të pensioneve, si dhe garantimit të një mbështetjeje më të drejtë dhe më të sigurt për pensionistët. Rruga Librash Përrenjas ka psuar dëmtime pranë fshatit Dragostunj për shkak të rrëshqitjeve nga rreshjet e javëve të fundit. TRSH po kryen punime për riparimin e saj dhe deri në përfundim të këtyre punimeve për arsye sigurie do të ndalohet qarkullimi në këtë segment i autobuseve, por edhe i mjeteve të rënda. Moti i keq me rreshjet të dendura shiu ka përkeqësuar situatën në segmentin rrugor Librazh-Pogradec, në vendin e quajtur Arrat e Gurrës, ku është theksuar rrëshqitja gjatë orëve të fundit. Më problematike, rrëshqitja në trup të rrugës rezulton pranë Dragostunjës në Librazh. Pas vlerësimit në terren, autoriteti rrugor shqiptar, në koordinim edhe me policinë e shtetit, thotë se do të ndalohet qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rënd dhe i autobusëve në këtë segment deri në një njoftim të dytë për arsye sigurie. Autoritetet i bëjnë apel drejtuesve të mjeteve me tonazh të rënd dhe autobusëve që për arsye sigurie të shmangin këtë aks. Një rrugë alternative për qarkullimin e mjeteve është Cerrik, Moglic, Lozhan, Maliq, për të shkuar drejt juglindjes deri në stabilizimin e plotë të situatës. Ndërkohë që autoriteti rrugor shqiptar ka nisur vlerësimin e situatës për të parandaluar çdo incident të mundshëm, edhe drejtoria vendore e policisë Elbasan ka marrë masa të shtuara, ndërsa janë ngritur pika kontrolli dhe shërbime të shtuara për devijimin dhe ndalimin e mjeteve të rënda, ndërsa po bashkëpunohet edhe me strukturat përgjegjëse për monitorimin e vazhdueshëm të situatës në terren. Gjatë vizitës tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryeministri Edi Rama mori pjesë në tryezën e Këshillit Atlantik. Kjo është një nga organizatat më të rëndësishme të politikave strategjike në Shtetet e Bashkuara. Kryeministri Rama shkruan se pati një interes lart për Shqipërinë, profilin e saj ndërkombëtar dhe pikpamjet tona mbi bordin e paqes, konfliktet e hapura si dhe rrugën e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani u takua me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio gjatë vizitës së saj në Shtetet e Bashkuara. Osmani tha se gjatë takimit në departamentin e shtetit u diskutua për mundësitë e forcimit të aleancës mes dy vendeve, si dhe hapat konkret në këtë drejtim që kanë rëndësi etike për popullin e Kosovës. Ajo e falenderoi kryediplomatin amerikan për përfshirjen e Kosovës në bordin e paqes, për mbështetjen vendimtare amerikane për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, si dhe për prezencën ushtarake amerikane në Kosovë si prezent kyçe për paqen dhe stabilitetin në rajon. Osmani dhe Rubio diskutuan gjithashtu për rëndësinë e madhe të antarësimit të Kosovës në NATO, si dhe për hapjen e kapitujve të ri në bashkëpunimin ekonomik në mbrojtje si pjesë e partneritetit strategjik mes dy vendeve. Presidenti Bayram Begaj nis ditën e sotme një vizitë 2 ditore në Jordani me ftesë të mbretit Abdullahu II. Agenda përfshin një sër takimesh me autoritetet më të larta të Jordanisë me qëllim forcimin dhe thellimin e marrëdhënieve mes dy shteteve. Po ashtu, kjo vizitë konsiderohet e rëndësishme dhe sa i përket avancimit të agendës përbashkët të bashkëpunimit në fusha të ndryshme, përfshirë diplomacinë, ekonominë apo nxitjen e shkëmbimeve tregtare dhe turizmit. Kjo vizitë e kreu të shtetit në Aman, pason atë të mbretit Abdullahu II vitin e shkuar në Tiranë. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion të mesditës në ABC News. Unë ju rikujtoj se për trejat më të fundit nga vendi, rajoni e bota, klikoni në çdo kohë në abcnews.al, si dhe mund të na dëgjoni në Radio ABC. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miropafshim.